Pas gjithë kësaj që neve themi në namaz, imagjino ti thua El Fatihan dhe nga një herë ke mendjen te shtëpia, nga një herë ke mendjen te një punë, ose nga një herë ke mendjen te një llogari që të ka ngel me dikë. Ose nga një herë as nuk e kupton as vetë se ku e ke mendjen, ndërkohë që je duke thënë diçka shumë të madhe, dhe Allahu xhaleshanuhu ty po të përgjigjet për çdo frazë të surës El Fatiha, për çdo ajet, sa ajo është lutje në vetvete. Po të përgjigjet, imagjino sa e vogël që është nga një herë nga ana jonë, që i gjithë fuqishmi Allahu xhaleshanuhu është i vëmendshëm ndaj teje, ndërsa ne nuk jemi të vëmendshëm edhe pse jemi drejtu ndaj më të gjithë fuqishmit Allahu xhaleshanuhu. Ajo quhet Sab'ul Mathani, ajo quhet Ummul Quran, El Fatiha, Ummul Kitab, pra esenca e librit, esenca e Kuranit, është 7 ajetet. Ajo ka 12 emra, siç thot Imam Kurtubiu, madje, ajo është Ash-Shafia El-Kafia. Pra nëse dikush e merr surën El Fatiha dhe e mban atë në shpirt edhe në zemër dhe e përdor atë me vëmendjen edhe me përkushtimin e duar, qoftë namaz, qoftë për raste, me lejen e Allahu xhaleshanuhu ja shef hajrin, sepse ajo është mjaftues, ajo është shërues, ajo shëron njeriu, pra e shëron njeriu edhe shpirtërisht, po edhe pse jo, edhe për smundje fizike me lejen e Allahu xhaleshanuhu.